Po, zoti Thaçi, për Vlenin edhe shpjegimin për Vleni është I krijuar nga Albin Kurti, ai është sponsorizuesi pra nën patronatin e tij u bë Vleni apo na përdor zoti Kurti si mjet, si instrument për kusuritje, pra kontrolli I tij politik ndaj elitës shqiptare në pushtet të shërbej atij si letër e artë para bashkësisë ndërkombëtare, se nëse ata kërkojnë asociacion serb në Kosovë ose formacion tjetër, ai mund t'i aktivizojë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut të bëjnë kërkesa të njëjta dhe me këtë sigurohet status quo. Nuk shkon, thoni kjo që e thash? Është vetëm hipotezë, nuk them që kam fakte për këtë. Ish presidenti I Maqedonisë, jam qef shumë, këtë e kam me të ndëgjume, po e pranoj sa legjitit. Ka shku në vizit Kosovë dhe ai thot. Se Albin Kurti ka garantu se, do shta runë e parë, ma runë e dytë. Këtë qytetarët e Maqedonisë ai do orientoj që të votojnë për të shndodhe. Fitoj ajo Gordana Silenovski. Votojnë edhe shqiptarët. Pak ma shumë. Çështja e dytë. Kjo është thik me diteja. Vleni të vjen mirë, kur thuhet Albin Kurti, I dhem shumë kur unë e thëmë, Miskovski ka kriju, jo, Albin Kurti. S'është e vërtet. Albin Kurti I përdor si trambolin politike për interesat e marketingut vet dhe si inat politik në raport me kryeministin e Shqipërisë dhe demonstrim të një politike bajate shqiptare me tregu njëri tjetrit se kush sa I fort është. Pse them kështu? Personi kryesor I Vlenit që komunikonte me Albin Kurtin kush ishte? Arben Taravari. Bile u shkua dhe aq larg që u përdor, vjen keq. U keq përdor edhe djali Arben Xhafer. Ku janë këto? S'janë. As Taravari. Po, ishte një fotografi ku edhe djali zotit Xhaferi ishte në fotografi me Kurtin, me Taravarin, me Azir Aliun dhe një tjetër. Këto s'janë. Nuk ekzistojnë. Taravari u kthy shkoi Mali Ahmedin. Prap Albin Kurti bëhet kurse s'ka ndodhur kur gjë. Pse? Se nuk ka ndonjë interesim. Po I shkreti të gjithë ja pranoi, edhe me desht, edhe me pas. Nuk ka takat. I ka shumë halle të mëdha. Albin Kurti në punën e vet, në detyrën e vet, gjen një deklaratë që kanë folë keq për te për politikën që bën Kosovë. Mua më pengon vetëm një raport I tij me politikën e Maqedonisë. E kam parasysh se duhet të ketë finësi të mirë, se reflekton një raport mirë me Maqedoninë krahasim me Serbinë kështu me radhë. Po mos pozicionimi I tij, mos deklarimi I tij për gjendjen politike të shqiptarëve të Maqedonisë tashmë 2 vjet, jo në fillim, mua më pengon. Dhe nuk e marr si qasje të drejtë dhe të rregullt. Dhe e treta, që është shumë e rëndësishme, është kjo. Gjithë kjo e Albin Kurtit të çon në mulli të tjetërkujt ujë. Në momentin e parë që Maqedonasit do t'jenë në vështërsi me shqiptarët, do të thujnë Kosova I sjell këtu Vlenin, Shqipnia e Dirama e sjell këtu BDI-n, këtu bëjnë problem Kosova dhe realizojnë qëllimin e tyre. Cili është qëllimi I tyre? Menaxhimin e qasjes bashkësisë ndërkombëtare, se këtu thuj s'ka kurfar problemi. Pse ekzistojmë ne forcat politike këtu? Për tregu se ka problem shqiptarëve. Dhe kjo e treta është shumë e rëndë, është shumë e rrezikshme. Këtë s'duhet ta pranojmë. Edhe njerëzit që mendojnë, gjithse unë nuk folin hava. Çfarë po them, kjo ka kontinuitet. Për atëherë, Zaevi me Miskovsin që kanë bisedu këtë strategji, kjo ka vazhduar më së ndaj. Është ditë se do të fitojë VMRO-ja dhe normalisht se Miskovsi është për kujdes që të ketë një formacion politike rezervë në raport
tash po del frontin, po mund të thome me BDI-n, nëse do kishte qenë fronti. Kjo është një strategji ashqyqare, është një strategji shumë e qartë. Kjo mënyrë e funksionimit dhe e punës, më pastaj na i komplikon neve punës shumë. Ne kemi vështirë ta bindim Kosovën e Shqipërinë ku të bindim basin ndërkombëtare. Kur ai del thot atje kemi bën gjuhën shqipe, cili ka të drejtë. Albin Kurti që thotë, jo, s'ka ligj për gjuhën shqipe. Po, ka të drejtë, e vërtetë është. Nuk gënjen Albin, s'ka ligj. S'ka ligj për gjuhën shqipe, po ka ligj për përdorimin e gjuhëve që gjuhës shqipe i jep status të përdorimit zyrtar. Po, kjo është një temë prape gjë, do ta vazhdojmë edhe një orë emision. Formulim shumë i çuditshëm. Ju thoni që qeveria e Mickoskit është anti-shqiptare, por ajo gjithashtu ka tendenca pro-serbe, i përmendet, duken instrumentet të cilat përdoren në funksion të këtij narrativi, po themi, por edhe praktikimit të kësaj politike. Albin Kurti lufton me Serbinë për shkak se është përfaqësues i Kosovës. Kosova dihet se në çfarë raportesh ka qenë dhe është me Serbinë. Ndërsa këtu mbështet një qeveri të këtij. A mund t'i japim mundh kësaj pune, duket paradoksal. Po, mund t'i japim, do të thonë. Atë që bën Albin Kurti me Vlenin ka të bëj me një veprim legjitim, legal politik për të rritë pojnat e vetë. Nuk ka të bëj me esencën e drejtave të shqiptarëve. Për shkak se edhe VMRO-ja, edhe SNS-ja, Srpska napredna stranka e Vučićit, janë anëtarë të partive popullore, janë të afërta. Partive evropiane. Djathta. Po, evropiane. Dhe dyta, receptet për menaxhim të shqiptarëve, jo vetëm Mickoski, të gjithë të tjerë, këtu në Maqedoni, i kanë prej ish Karalevinës, sërbëve kroatëve, slovenëve, jugoslavisë, kështu me radhë, dhe këto recepte nuk janë duk, nuk janë lexu drejt në një kohë të historisë kur ne shqiptarët nuk kemi pas vetëm mangësi të elitave politike, po dhe të elitave intelektuale. Tash i kemi ato. Tash ato i kemi. Dhe ne i kemi lexu këto strategji. E tash është problemi sa është politikani apo intelektuali sa ka guxim. Nëse një intelektual s'ka guxim, s'është intelektual. Po dhe një politikan nëse s'ka guxim, s'është. Nëse ne politikanët tonë dhe intelektualët tonë nuk arrim që drejt për drejt ta themi faktin, ta dim se pasojat shkojnë drejt popullit tonë. Unë, për Albin Kurtin dhe për Edi Ramën, jam të folë me një fjalor shumë të hapur, shumë të drejt për drejt, për të shpjegu se ndërhyrja e tyre këtu të ne mund vetëm dame shkaktoj. Pozitivitet nuk ka. Dhe ne mos i stjapin votat njerëzit. Duhet ta them vërtetën, jo për votat për t'i marrë. Ndërsa sot mënyrën e vardisjes që ka Vleni të Albin Kurti dhe Ali Ahmeti ka të Edi Rama, ata vetëm i bën jo udhëheqës. S'kanunin e vetë ata. Nuk janë ata për të udhëheq. Ata janë për rendin e 3-4. Ai që udhëheq e ka bindjen e vetë, atë bindje tregon, merr mbështetje dhe vazhdon. Çfarë do të them? Gjan dzez pa bon, vetëvendosja skalon ndaj Ali Ahmetit, bashkë me Vjosa Osmanin, a e keni pa shumë shpejt Ali Ahmeti çfarë larritje i bëj ke Vjosa Osmanit. Vetëm për të fituar një poen politik të munguar, një rating politik të munguar. Dhe unë mendoj se po se patëm një fjalor të këtill, të hapur, ne as pak nuk do të ngjajmë në një shoqëri perëndimore të zhvilluar demokratike, ku gabimi është gabim, është i falshëm, po gënjeshtra është e pafalshme.
ne do të vazhdojmë atëherë të kemi një sjellje orientale, lindore, që gjithçka është e liushme dhe për gjithçka ti duhet të mashtrosh. Përndryshe, si do interpretojmë sot formulimet alamet të mëdhaja të Zotit Ahmeti, unë ju çlirova dhe vajtimi mas 25 vjetëve, ose të Albin Kurtit se s'ka Kosovë, duhet keq Shqipni i tjetë, s'ka Kosovë, sot kretë ndryshe, që s'është për ta gjiku, s'është për ta shkel, pa i duhet thot, unë u reformova, unë mendoj se kjo është rruga më e mirë. Po, se s'ka kushte për bashkim. Absolutisht. Kombëtar me jo, edhe Shqipëri. se presin, nuk e mirë presin këtë alatët tonë perëndimor, se edhe ne të shkretit në thojza, qemi gjenerat pak me e vjetër, dhe dal nga dal po futemi në moshën e tretë, në kohën e Jugosllavis, Këshilli Koordinues i partive politike të shqiptarëve të Jugosllavis, në krye me presidentin Rugova, kemi pas qendrim tjetër. Njëherë Kosova Republika në kuadër të Jugosllavis. E ta çka themi ne, nga kjo distancë kohore, themi ja, Rugova sa ka një mirë. Më prit shife kontekstin kohor. Nuk mund sot. Nice. Edhe Ismail Qemali në 1912 kishte kërku autonomi, i kishin thonë Sigurisht. austriakët kërko pavarësi. Jo, janë pjesë të historisë të çdo populli. Shpesh herë ka mitizime mrenda. Po kënde gënjejnë serbët. Pavarësi thënë e kemi marrë 1830-ën për Andris Osmani. Është gënjeshtër. Kanë pas një autonomi që me ka dhënë ai. Më thonë këto i mirë kuptoj. Mirë po, çka po flas? Po flas për një aktualitet. Cili është aktualiteti? Aktualiteti që mos të më keq kuptojnë njerëzit kundërshtarët, inshallah, sa duan të më keq kuptojnë. Është ky. O qimo, të të pajtoj me Mickovskin, fyrje totale e vullnetit politik të shqiptarve, dhe kjo, a shihni ne çfarë suksese kemi Partia Socialiste në Shqipni, e kemi bërë gjuhën Shqipe në Maqedoni zyrtare njësoj, dhe kjo e treta, Albin Kurti mbështet herojnë kombëtar të çështjes shqiptare që kanë emrin Vlen. Është e kundërta, jo më ka mes. Se as ki son shpion, asaj son shpion, as ki son shpion. Është mesi. Mesi është sqarimi racional në fakt që ashtu ndodh me ne. Dhe këtë për fund, se është një temë shumë e rëndësishme. Sado që ne dukemi me zveti normal, unë e pranoj këtë. Edhe kur më fyrin, edhe kur më shajnë. Po unë kam një siklet madh, më kap të meri, kur e marrë me mend se jam me përvojë shumë të madhe. Kancelarit kryesore që kanë të bëjnë me analitikën politike, ta zonë për shembull, Londër, Berlin, Washington, kur vaqen ato thotë, shif këta si deklarohen. Kam shumë frikë që alatët tonë perëndimor i çon një hap më larg nesh. Dhe këtu po thrash për një kujdes të jashtëzakonshëm apo një se dhe i sta që të Kosovës dhe të Shqipënisë. Kujdes apo Një lloj vëmendje e një tërheqës. lloj qasje e cila do të jetë më e ftohtë Po. në raport me shqiptarët e Maqedonisë. Se në vënda. E të mëton shqiptarët e Maqedonisë. Pak Po. njerëz ka, a thënë menduje dëgjo, mu pushka bosh nuk më kap në fjallorin tim politik. Ju e dini, me doje opinioni e din, në shumë emisione unë jam konfrontuar me Shqipërinë e Kosovën. Sa i kur thot, dhe ja tani shqiptar që jetojnë në Maqedoni dhe në Preshev dhe në Malzi janë super, çka flet më ti. Po jetojnë në Preshev 25.000, po në Malzi 60.000, çka flet me 1 milion njerëz. Këtë duhet 1 milion millet. Po, këtë duhet ta sjellin në vëmendje të njerëzve që mos të mendojmë ne se ata do t'i bëjnë punë tona. Po,
se edhe kjo është çështje e cila kërkon shumë kohë, zoti Thaçi, që do të kthehemi në histori. Unë e kam kujtuar këtu në momentin kur Bardhyl Mahmuti erdhi si nënkryetari i PDSH-s dhe erdhën atëherë krejt përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk e di a ka qenë zoti Thaçi, s'më kujtohet, po për Jakub Krasniqin, Fatmir Liman jam i sigurt. Pastaj ju keni pasur raporte shumë të afërta me PDK-n. Pastaj keni pasur raporte shumë të afërta me zotin Ramush Haradinaj. Natyrisht krahasimi nuk është i sakt, por ka pasur interferime të vazhdueshme politike nga Kosova dhe nga Shqipëria. Nga Shqipëria shumë më pak, po nga Kosova shumë për shkak se ne vim prej një konteksti politik të përbashkët e Jugosllavia. Dhe mosha jo na ka bërë që të njihemi me njën e tjetrin. Bardhyli s'ka qenë në kryetari për të shës asnjëherë. Që në ndorë, ka të të ndihmoj, së bënë në kryetari. Një ndër formulimet që ta që interpretojnë lirë njerëzit e bëhet fakt, s'ka qenë. Nuk është zgjedhur Bardhyl Mahmuti nënkryetari i PDSH-s? Jo. S'ka kalu në organet Jo, s'ka tesht ai vetë kandidohet. Do të s'ka qenë ashtu. Dëshira e tij për të dhënë kontribut në këtë betejë të PDSH-s, ndoshta ka pas plan interesa personale dhe individuale. Dhe normalisht mua gjersa më hyken punë ki kontribut në aspekt kombëtar, jo në aspekt të interesit të personal. Ka qenë gjithçka e rregull dhe gjithçka okay. Më pastaj, kur është tentuar që të veprohet ndryshe, sigurisht se ka qenë aty edhe statuti dhe normat që nuk lejojnë ashtu të veprosh. Ka qenë edhe zbatuesi i statutit. Sigurisht. Që ja tregon derën. Edhe i sheh nenet aty. Edhe ai i sheh veten edhe shkon prapë. Në anën tjetër, sa i përket njerëzve të tjerë të Kosovës, është jo falendëruese, do të jem shumë i kujdesshëm në gjuhë për zotnit që janë momentalisht në procedurë të përgjegjësisë. Se kam po të bëj mirë, nashta mund të bëj keq. Dhe për këtë kërkoj mirëkuptim për opinionit, jo se s'du të flas. Në anën tjetër, mbështetja e kryengritjes në Kosovë nga ana e PDSH-s ka qenë e hapur, e ditur dhe publike. Mirë po, duhet të sigurohet që ta mbyllim këtë temë më shkurt se zgjatem shumë përgjigje, duhet të them se unë asnjëherë, ndërsa jam udhëheqës, nuk pranoj që në emrin tem dikush tjetër të thëç. Kushdo që ta ketë emrin. Jo kryeministri i Shqipërisë, për shkak se unë e mbaj përgjegjësinë. Nëse ka patur mosmarrveshje, diçka tjetër duhet të them. Me njerëz saktuar të skemës nalt politike të Shqipërisë, ka qenë në këtë drejtim. Ne mund të bashkëbisedojmë, mund unë t'ju të respektoj si kryeministër, t'i pranoj disa informata, po kur nuk do të pranoj që të zbatoj urdhra të cilat për mua kanë paqartësi politike. Dhe ndoshta edhe caktim të njerëzve këtu, që t'u udhëheqin. Shumë mirë. Se thash se ishte banalitet ajo, për nën kuptohet. Preferenca individuale. Sigurisht. Ama se kam bërë të madhe në publik, është një fakt i madh, historik, që ka ngeli konservu. Dhe unë si s'parapëlqej, kështë të thonë burat, njerëzit, që disa gjona që s'duhen me dalë në publik me nxjerr, s'ka diskrecion mes njerëzit. Sigurisht, po. Pak njerëz, ndoshta sa gishti dorës, e di se Mendo Thaç me Sali Berisha 13 vjet lidhje s'kemi pas. Asnjë kontakt. 95 2008. Arsyet i di unë, i di në dhe Zotë Berisha. Publike do t'i bëj kur t'i ke për politikë. Për shkak se
Gjithçka mund të pranoj. Po të pranoj të zbatoj një urdhën për të cilin nuk kam qartësi. Dhe se mos për vizone këshikusha, më mirë preferoj dorëheqjen, ikjen për posti, se të manipuloj njerëzit e mi. Se sa të bëni instrument. Edhe instrument po i manipulon shqiptarët të mashtrisht, se unë jam udhëheqi. Ti s'je, bravo, instrument je, nuk je udhëheqi. Se të thatë që vetëm edhe 2 pyetje dhe besoj që do ta përmbyllim. Ndoqa intervistën tuaj të fundit, si që thash, u mundova të ndjek dhe natyrisht që i kam ndjekur të gjitha intervistat dhe debatet ku keni qenë ju, të cilat i keni dhënë nga viti 1998 të këndej, disa edhe me mua, edhe në televizionin e Maqedonisë, edhe në një televizion tjetër, edhe në gazetën Fakti, po është e vërtet. Por në këtë fundit thatë një gjë, kur është puna shumë mirë, gjithë meritat mi merr Arber Xhaferi, kur është puna shumë keq, krejt të këqijat e Arber Xhaferit shkojnë tek unë. Pra, ju citova drejt, nga kjo deklarat, po a them tani perspektivën personale, nuk është se unë ndjeva mirë, dhe po e shpjegoj për publikum pse, u a kam thënë edhe para emisionit, u a them edhe publikisht, unë bëj pjesë në grupin e këtyre të parëve, por e përjashtoj veten nga grupi i dytë. Megjithatë, duhet ta pranoj se zoti Xhaferi i ka merituar të gjitha lavdet që ja kemi bërë publikisht dhe që po ja bëjmë dhe sipas gjitha gjasave do t'ja bëjmë edhe në të ardhmen, por juve ju kemi hyrë ndërhak sepse Xhaferi pa ju nuk do të vinte as në krye PDSH-s. E bëra apologjin jo për juve, zoti Thaçi, por për veten, sepse i thatë që kemi tashmë një moshë tjetër, në të cilën edhe autokritika duhet të jetë pjesë e diskursit publik. Do të mundohem të asqaroj. Të gjithë njerëzit, intelektual, gazetarët të tjerë, të cilët ka vlerësime maksimale për zotin Xhaferi, respektoj dhe inderoj. Dhe asë një presje nuk ka hek, asë nuk ashtë. Që tërkonë është fjallorin. Të gjithë maskarrejt politik të PDSH-s, që lëvdojnë zotin Xhaferi, u them se ata, unë jam historie e gjalla atira, lidhje s'kanë në Arber Xhaferi. Zjadini, Taravari, i Merselmani, këtë janë saltë të mëjeta. Po unë për këta flasë, që ju... Mi tuaj politikë, po. Zënë të to. Ju duke përdor figurën e zotit Xhaferi, do në të mbaltosni mu, asë një kandidaturë, ata, ju dini, s'kanë fitu për zotit Xhaferi, për meje. Po tentohet të hapet një histori e cila po ashtu në aspektin njerëzor është e konservuar nga ana ime. Të mirat shqyqës zote bot që ja dini gjithë zote Xhaferi. Dopsit i ja din vetëm një njeri. Dhe ata janë të betonuar, të konservuar. As në memoare nuk do të jenë? Absolutisht. Një, vetëm zoti Xhaferi. Të gjithë të tjerët, edhe njerëzit të afërt, edhe familjarë të afërt do të jenë në ato memoare, jo për inat, për të lënë një amanet botës së re që vjen, që të jenë të kujdesshëm në jetën e tyre. Çështja e tretë, këto epitete që ju i jepni për zotin Xhaferi, mi kanë thënë intelektual të kombeve tjera, direkt. Dhe për them diçka që prap ka të bëjë me mu, dhe mund të kesh interpretohet. T'ja ti me këndëri nuk je i vetëdijshëm se ke kry 3 magjistratura, edhe 2 doktoratura, në thonë shive, profesor. Profesor i njoftën, jo kështu, i njoftën, nuk është gjallë. Ku do të më rinë? Do e them një diçka
që ka rrezik të ketë shkuptohet, po besoj se bashkërisht do të arrin të sqarojnë që du të them. Në një kohë të vështirë shumë, gjatë luftës në Kosovë, diplomatë saktuar me emën të lartë, që kishin shumë raporte të mira me ne dhe me krerët e luftës, në një ndëje interesante, një ndër ata diplomatët kryesor i tha zotit Xhaferi, shumë ta sulmojnë menduthaqin dhe duhet të kesh kujdes që të përdorësh disa mekanizma mbrojtës ndaj tij. Zot Xhaferi tha po, është e vërtet, po mendoj është i vetëdijshëm se është në front i parë. Tha dhe mu më sulmojnë ndonjëherë. Ai tha, zoti Xhaferi, gjithmonë kur e sulmojnë menduthaqin, e sulmojnë menduthaqin. Po kur e sulmojnë Arben Xhaferin, prapë nëpërmjet Arben Xhaferit e sulmojnë menduthaqin. Ndër kjo është në histori e fillimit që këta maskaret politik që thënë ne jemi PDSH, kam fjalën për funksionar, nuk e di, në vitin 93, mu udhëhesia të hershme e PPD-s me ka ofru të gjithë pushtetin. Nën kryetar partije, jo gjithë, normalisht, minister, veç mos e bjerë Arben Xhaferin këtu. Dhe unë nuk mund të mshej këtë fakt, këtë argument. Po mbylli. Këtë gjenerata jonë, që u krijuam dhe u brumosëm pas vitit 81, dhe mundoheshim që të ecim përpara me çështjen tonë, neve edhe vitet 90 në Ish Maqedoni kishim një pakënaqësi të madhe në thojza biologjike, fiziologjike, kështu me radhë. Po kur erdhi zoti Xhaferi, na e kanalizoi këtë pakënaqësi në aspektin filozofik dhe më pastaj në atë juridiko kushtetues. Se zoti Xhaferi na ka thonë, krejt politikisht veprojmë që ta ndrojmë kushtetutën e Maqedonisë. Bazat e politikës shkencore, se njerëzit vërtet një pjesë bukur e rëndësishme opinionit publik me të drejtë kanë marrë një perceptim se politika së shkencë. Nuk është ashtu. Politika është shkencë. Njerëzit që i dinë punët e dinë se është shkollim. Po politikanët janë njerëzit me përvojë. Po diplomatët janë politikanë me super përvojë. Fillimi, si që thash, ka qenë emocional. Më pastaj është bë filozofik dhe intelektual. Dhe më pastaj është bë operativ. Kjo, sa ka dhënë rezultate dhe sa ka dhënë efekte, është e prekshme dhe e dukshme. Të jesh nihilist dhe të thuash se në pushtetin e BDI-s, ama hiç zero s'ka lavis kërgjo, është gabim. Po të jesh realist, duhet të thush se ka lëviz natyrshëm, për shkak se nuk është më kralevina e Serbisë. Është procesi i evoluimit normal. Normal, demokratik dhe biologjik. Politik. Dhe po jap edhe një shembull frapant. Thotë BDI-a vlen e kemerit përqinë e shqiptarëve në për institucionale, në çfarë manipulimi ka. Nëse ka pas në Zanos para 25 vjetëve, ta zon 300 klasë, të kështë e thonë klasë si Enver Hoxhës, a ka pas lënë lë. Gjirokastra. Po, bravo. Gjirokastër, lëj. Logjik. 500 klasë në shkolla fillore, ka pas 500 mësues pedagog shqiptar. Sot ka sigurisht 1500. Dhe kemi 1000 pedagog shqiptar që ashtu numri i shqiptarëve të punëstuar në administracion. Që është e biologjike, s'ka të bëjë me proces politik, apo me realizim programit, apo të... Kështu që këto janë realitetet. E mbylla këtu, zoti Xhaferi
e kalshu funksionin e kryetarit të partisë për shkaqe shëndetësore. A din sa mungon? Po se po dhe unë, derisa do të ishte gjallë, nuk i kisha ndërmend ti konkuroj. Romull Aksimi, i një figure të tillë të rëndësishme kombëtare, duhet bëhet nga njerëz të pavarur. Unë jam emocionalisht ndoshta, të tjerët janë kundërshtar, unë mendoj se edhe pak kohë do të kaloj dhe do të kemi njerëz të cilët do të analizojnë realisht figurën e tij politike. Ama me marr Arben Xhaferin, e ma hym mu, dhe të gjenë një laf. Jo një fjali, jo një periudhë, jo një mendim, jo një tekst. Që Arben Xhaferi e konteston me ndodhashëm. Jam dakord. Kjo është e vërtet. A për këta, po duan ta gjenë vetën, e kanë tekstin e vitit 2009. Arben Xhaferi është tekst shumë fuqishëm. Këta se kuptoj. Pe atëherë të i meri e deri te këta, tani u shpjegon, është gisht të za. Gisht të za. Po. E kanë vitin 2009 në ta gjenë, ta shohin si i karakterizon. Gishtin diminutiv, do më thonë gisht të za, pra i bie të vegjlit. Gisht e vegjlit. Edhe ajo edhe tragun që duhesh me lanë ti kur del shtëpis tane dhe shkon në shtëpit huj. Kur ka qenë dimën kanë marrë me veti hinë në përbor, apo që mos ta hupin në udhën. Ta shohin rrugën në përborën e ka barë. Këtë kuptim. Po, e mbaj mentun këtë, domethënë periudhën e hirit të PDSH-s. Po. Në kuptimin tash edhe unë po flas me alegori. Zoti thotë që politikanët që janë gjatë në politikë, këta të rinjt nuk është se i pyesin, po këta që janë më të vjetër që vinë në këtë studio i pyesin për pasurinë. Sa ju jeni pasur realisht, sepse pasuria e deklaruar vlerësohet vetëm diku 480.000 euro, por më lejoni vetëm edhe 30 sekonda. Ju i dini po them narrativat që ekzistojnë në formë mitesh apo në formë ku e diun legjendash urbane, jo vetëm në Tetov, por edhe në gjithë Maqedoninë, po edhe në gjithë hapësirën shqiptare mbi pasurinë tuaj. Njëri ndër ato është se ju nga qirate Interprometit e kompanive tjera merrni qira prej 400.000 eurove në muaj. Disa thonë që e keni ble gjysmën e Tetovës, thua se Tetova është një ndërtesë edhe gjysmën e keni ble ju. Çfarë mund të thoni për pasurinë tuaj? A është shumë e madhe ajo pasuri? Jo, pasuria ime është atë sa duhet mu. Sa i duhet njerëzve, familjes, pasardhësve të mi, unë kam qenë i njohtur me shumë profesione. Para se me hynë në politikë, kam qenë fasader i njohtur, dhe më në 11 vjetë. Aty ku i thoni Zotit Ahmeti që ai ka kërkuar dhe ka marrë gjak, ju keni kërkuar vota, aty e shpjegoni në atë fjalim se keni qenë murator, së bashku me vëllezër. Keni 6, keni 3 vëllezër, apo? Unë i 4 jam. Ju jeni 4. E tash, në gjithë këtë kohë, me lëvizje shoqërore ne kemi pas edhe pemshicën më të fortë në Tetov, në qendër qytetit, me vite, që ka punuar 24 orë. Mos babam ka punuar në Gjermani e kështu me radhë, po këtë çështje do të ishin interesante nëse do të bisedonin para vitit 2018. Si ju e dini, prokuroria speciale mund ka votu 18 muaj çdo grin. Këto Interprometet, këto janë fjalët e Ali Ahmetit, disa kanë vdekë. Në provoj edhe njëre në Bilalli, të është do të padis në emision. Kujdes, s'ka asgjë të vërtet. Mendoj se nëse dikush
ka mendu se unë jam aq i pakujdesshëm dhe do të mund të luaj me mua dhe me idaren time, ka pas shumë gabim. Unë llogaris veten një njeri të suksesshëm. Dhe në këtë drejtim jam përkujdes atë sa duhet. Jam përkujdes edhe të kem fëmijë të cilëve duhet të plotësoj kushtet dhe unë kam 2 djem, kam 5 mbesa. Dhe një nip. Dhe ata kanë të garantuar një normalitet jetësor, dëshira ime do të ishte që ata intelektualisht të ngriten, jo të lodhen, siç është lodh gjyshi i tyre, duke u marrë me profesione të ndryshme. Të gjitha transaksionet e mia kanë të bëjnë me legalitet të plot. Unë kam pasur edhe një përparësi tjetër që një kohë të gjatë kam jetuar në një bashkësi familjare të madhe dhe atë shumë të mjeteve financiare që e shihni aty, mbi 70% është kriju për rrogave të mia që i kam marrë si deputet. Që 4 vjet. Që kam marrë rrogat se kam jetuar në një bashkësi. Jo, unë 2002 janë zgjedhur. 2002 nuk keni zgjedhur. Po s'kam dalë, ishte koalicion për zdeshta të... Po s'keni hyrë në listë fare. Po zdeshta, ishte një plan tjetër kryesisht të ndryshëm. Sa i përket asaj firme, aty që flitet, janë shqiptarë të cilët e kanë privatizuar firmë. Dhe është vetëm ajo firmë shqiptare që është privatizuar. Dhe BDI-ja luftë për vitit 2003 ka po. Që ata njerëz që unë i njoh, një pjesë i kam edhe të afërt, edhe një ndër aksionerët në atë firmë ka qenë edhe vllau im, i cili i ka blej aksionet për personave private, jo për berzës. Është një imitacion i vjetër i strukturave të caktuara macedone, godasin një shqiptar i cili ka ndihmu që sa të kudo biznismen të fortë shqiptar që kanë punuar në Zvicër, në Gjermani, të kenë një mundësi që të ecën përpara. Edhe BDI-ja, po dhe këta të tjerët, fokusim e kanë pasë këtë çështje. Unë mendoj se domi më i madh i shqiptarëve nuk është bërë vetëm në aspektin e drejtave kombëtare. Maqedonia është bërë diskriminim i jashtëzakonshëm në aspektin ekonomik. Kur do të marrësh shiqosh privatizimin e kapitalit shtetënor, 99.9% janë Maqedonas, për shkak se ata kanë pas elitën politike e cila atyre u ka mundsu një gjë të tillë. Kështu që nuk ka kjo të bëj me realitetin. Se di, unë mendoj se të kisha qenë biznes do isha një mira herë më i suksesshëm të është asë në politikë. Se po e them, pe morator dhe fasader që kam punu, dhe më pastaj që bashkëpuntohet me familjen, i kemi pas pe në shqicit, si u thonin në atë kohë, më të forta, që punonin nga 24 orë, kemi pas prirje që të angazhohemi dhe të punojmë pa ndërprerje që të zhvillohemi ekonomikisht. Po ne asnjëherë s'kemi pas mbështetjen e shtetit, finansimin e shtetit, kredit e shtetit, apo të Iranit, apo të Turqisë, apo zeqatin e Emirateve e kështu me radhë. Unë jam i njoftën për atë. Nuk pranoj kur. Me shumë miq të fortë, muhabeti është nal, kur ata më kanë thënë se do të ndihmojnë financiarisht, edhe të fuqishëm shumë. Se unë e di, në krahasim me këta të rinj politik, një sen, se po të dha lek dikush në politik, ti të punosh për atë. Mos e mashtro vetëm. Momentin e parë, që të kesh mundësi të marrësh një vendim autonom, ai do të paraqitet edhe do të thotë, kjo është miku jot. Kjo është miku im dhe do vendosish në bazë të interesave që i përfaqëson ai miku im se unë të kam finansuar. Kjo s'ka ndodhur, po në të ardhmen sigurisht nuk do ndodhë. Nuk pranoj në asnjë moment transakcione të ndryshme financiare që më kanë ndihmuar mu
po edhe partisë, edhe PD-s. Me një fjalë, e kam mbrojt veten, dhe e kam mbrojt PD-s që mos t'jemi hipoteke dikujt. Si në aspektin financiar, si në aspektin e kërcënimit. Kjo është e rëndësishme. Një parti politike që e ka të sënueshme autonominë e vet financiare, nuk është parti autonome. Është ati që financon. Po se ju zëtë thotë që flisni herës me simbolik kjo puna e finansimit nga Irani, nga zeqati e kështu me radhë, do na hapte edhe një emision tjetër. Unë mendoj që e kuptova konotacionin se ku e keni, por kryesorja është kjo që ju garantoni që nuk keni pranuar asnjë lloj ndihme financiare nga brenda dhe nga jashtë. E keni një orë që ju shfaqet në emisionet televizive, nuk është Rolex, nuk... Kjo është ka 35 vjet, ma ka thonë një mik i cili nuk jeton më. Po është lirë. Është rrada vjetër. Është prej atyre Rolex që kushton mbi 20.000 euro. Kjo nuk e dia kushton 2.000 franga apo jo. E keni dhurat nga një miku ju. Edhe se kom ndru, edhe e kam mërzi të baj me vete saltanate shumë, po profesioni im kërkon një veshje. Për ndryshe, kur kam qenë i ri, kishte gjeneratës time që mashin asi zinxhir, po, të arit. Si llogarit që burrat mirë, po ka qenë gabim sa atë, ka qenë më ndryshe, tash ndryshe mendoj se njerëzit janë të lirë, si duhet. Sigurisht. Po, është stili. Po, sigurisht. Atëherë ndryshe mi qenë. Po, zoti thotë që unë duhet t'ju falenderoj për këtë bashkëbisedim të hapur. Mendoj që arritëm të shpjegojmë shumë çështje që ngelin kështu në opinionin publik të hapura, të bashkëshpjeguara. Besoj që ja kemi arritur sa do pak qëllim. Faleminderit juve shumë për ftesën, po them në fjalinë nëse se të ndohesh. Pyetjet kanë qenë të rënda shumë. Të gjithëve mund të duken se s'kanë qenë, po unë e kam kuptuar mesazhin. Pyetjet ishin të rënda, unë jam mundu me gjithë kapacitetet e mia që të përgjigjem seriozisht. Ndoshta kam gabuar dokun, po kjo ka qenë vetëm nga aspekti që t'jem në një korrelacion të raportit të respektit drejt për drejt të njeriut që mi thot disa gjëra që s'm pëlqejnë. Zoti thotë që ju e thoni shpesh që jeni politikan i vjetër, por dal nga dal edhe unë duhet nis ta përdor që jam gazetar i vjetër. Ja. Largje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ju.